Fryrje e surit, fundi i botës. Në fundin e kohës. Në një botë ku çdo shenjë është shfaqur, ku padrejtësia ka mbuluar tokën dhe drita e së vërtetës është shuar, vjen momenti më i frikshëm dhe më madhështor në historinë e krijimit. Fryrja e surit. Në mesin e 4 melekëve më të mëdhenj, së bashku me Xhibrilin, Mikailin dhe Malikun, qëndron një engjëll i emëruar për një detyrë të vetme, të pashoq, Israfil, i caktuar nga Allahu për të fryrë surin. Sipas burimeve fetare, Israfil është i gjallë që nga krijimi, me sy të hapur që nuk i mbyll kurrë, duke pritur urdhrin hyjnor. Hadithe të sakta e përshkruajnë se ai ka vendosur buzët në sur dhe pret urdhrin e Zotit për të filluar. Suri përmendet në disa ajete të Kuranit, si në "dhe do të fryhet në sur", Surja Zumer 68. Sipas komenteve të dietarëve, si Imam Tabari, Ibn Kathir dhe Kurtubi, suri është një buçim i madh, një instrument që do të përdoret për të nisur fundin e botës. Në një moment të përcaktuar vetëm nga Allahu, Israfili merr urdhrin dhe fry në sur. Fryrja e parë, e njohur si fryrja e tmerrit. Toka do të dridhet, male do të shkatërrohen si pambuk, yjet do të shpërndahen, qielli do të qahet, njerëzit do të bien pa ndjenja, të vdekur, dhe do të fryhet në sur, dhe kushdo në qiell dhe në tokë do të bie pa ndjenja, përveç atyre që Allahu i përjashton. Surja Zumer 68. Sipas shumë dietarëve, të përjashtuarit janë shpirtrat e pejgamberëve ose shqetësit, huruf, si melekët e veçantë, por detajet i di Zoti i gjithësisë. Pas fryrjes së parë vjen një periudhë heshtjeje totale. Nuk ka jetë, nuk ka zë, nuk ka lëvizje. Subhanallah. Universi është në gjendje të çuditshme, i zbrazët nga çdo gjallësë. Dietarë si Imam Kurtubi dhe Ibn Haxheri transmetojnë se kjo periudhë mund të zgjas 40 ditë, muaj ose vite. Detaj që nuk është sqaruar saktësisht, por është përmendur në hadithe autentike. Atëherë vjen fryrja e dytë, e quajtur fryrja e ringjalljes. Pastaj do të fryhet sërish, dhe ja ku ata do të ngrihen e do të shikojnë. Surja Zumer 68. Ky është momenti kur njerëzit do të ringjallen nga varret e tyre, të hutuar, të friksuar dhe të habitur. Do të ngrihen lakurik, zbathur dhe pa rreth prerje. Nuk do të kenë kujtesë të plot për jetën toksore në fillim. Do të mblidhen në fushën e mahsherit për gjykim. Sipas dietarëve, ky është fillimi i jetës së përtejme, ku çdo njeri do të jap llogari për veprat e tij. Besimi në fryrjen e surit është pjesë e akidja sunite, në seksionin e gjërave të padukshme, gaib, që çdo besimtar duhet pranojë. Dietar si Imam Tahavi, në traktatin e tij të famshëm mbi besimin, e përfshin këtë ngjarje si pjesë të domosdoshme të kredos islame. Në fund, surja e fryrjes nuk është vetëm një akt i shkatërimit, por një paralajmërim dhe një fillim. Ajo është ndërprerja e jetës kalimtare dhe hapja e portës për amshim. Dita e fundit nuk është një mit, por një realitet që çdo besimtar duhet ta ketë parasysh, sepse kur Israfili fryn surin, koha mbaron. Allahun e lutim të na lehtësojë atë ditë. Amin.